Bashkiak, por del si i pavarur, pra gara vështirësohet edhe më shumë. Kjo deklarat, ky qëndrim i zotit Leskaj, është paralajmërim i rezultatit të ditës diel, apo një farë mënyrë një mas parandaluese për të? Për këtë do duhet të pyesni zotin Leskaj, megjithatë sa ju parashtruat janë të gjitha të vërteta dhe normalisht mendoj që kjo lëvizje nuk e favorizon ditët e fundit të fushatës sa i përket rezultatit për opozitën dhe për kandidatin cilin Partia Demokratike ka shprehur mbështetje në zgjedhjet e nëntorit. Mirë Artit, falenderoj, do të rikthehemi sërish bashkë të flasim për këtë, durim qëndro me ne, mundërisht në rast flasim edhe për temën aktuale, pasi tema aktuale për sa i përket kohës është vendimi i gjykatës kushtetuese. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar shkarkimin e Veliajt si kryebashkiak, por jo zgjedhjet në Tiranë. Me një vendim 5-3, gjyqtarët rrëzuan vetëm vendimin e Këshillit të Ministrave, propozuar nga Këshilli Bashkiak për shkarkim, por nuk rrëzoi dekretin e presidentit Begaj për mbajtjen e zgjedhjeve në Tiranë. Në 5 gjyqtarët që votuan pro Veliajt, nuk ishin as kryetaria në largim e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj dhe as relatorja e çështjes që pranoi padin, Sonila Bejtja, po ashtu edhe Gent Ibrahimi. Të 3 këta gjyqtar kishin votuar pro hapjes procesit, ndaj dhe vota kundër Veliajt duket e pashpjegueshme. Ndërkohë që ashtu siç kishte paralajmëruar këshilltari i presidentit gjatë seancës së të premtes, pas hapjes së procesit, rruga më logjike do të ishte vota pro padisë Veliajt. E megjithatë, as kjo nuk ka ndodhur. Sipas njoftimit vendimit gjykatës kushtetuese, zgjedhjet në kryeqytet nuk do të mbahen më datën 9 nëntor, siç kishte parashikuar dekreti, por ato mund të mbahen në një datë tjetër, edhe më të afërt se fundi i mandatit zyrtar i Veliajt në pranverë të vitit 2027. Bazuar tek argumentat që dha gjykata kushtetuese, zgjedhjet nuk quhen të anuluara, pasi procesi për Veliajn mund të ribëhet me një proces të rregullt në Këshillin Bashkiak dhe më pas me vendim të Këshillit Ministrave, duke i përshtatur ato bazuar në enit 115 të Kushtetutës. Qeveria kishte argumentuar shkarkimin thjesht me mungesën 3 mujore të Veliajt në bashki. Gjykata kushtetuese i bën thirrje qeverisë të thellohet e të gjejë argumenta më të fortë për të mbrojtur tezën e saj. Por argumenti më i fortë i gjykatës kushtetuese është njoftimi me shkrim i Veliajt për mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Gjykata theksoi se procesi i rregullt kërkon përmbushjen e garancive procedurale të individit. Në këtë kuptim, vetëm marrja djeni për datën e mbledhjes së Këshillit Bashkiak nuk çliron organin publik për të garantuar të gjitha detyrimet si më sipër. Madje gjykata vlerëson si shkelje të madhe faktin që Veliaj nuk u thirr në Këshillin Bashkiak për të folur. Gjykata, me shumicë votash, vlerësoi se procedura e ndjekur në rastin konkret nga Këshilli Bashkiak dhe mëtej nga Këshilli Ministrave, duke mos e njoftuar kërkuesin, nuk ka garantuar të drejtën e tij për proces të rregullt në aspektet e së drejtës për t'u dëgjuar dhe për t'u mbrojtur. Në betejën para partisë së tij, Veliaj ka regjistruar një fitore paraprake. Gjykata thotë se shkarkimi ka qenë i parregullt, por ai nuk duket i pashmangshëm. Ai mund të vijojë të qëndrojë kryebashkiak në burg, ndërkohë që bashkia vijon të jetë drejtuar nga i kryetari komanduar. Ky vendim nuk kënaq asnjë prej palëve, por vetëm një, të përhershmin Sali Berishën, i cili si mjeshtër i vjetër sheh kudo kulisa. Ai e quan këtë vendim një dhuratë, por jo për veten. Edhe pse mbrojtja që i ofroi këto javë Veliajt nuk dukej e përhershme, thjesht për të arritur qëllimin e tij që t'i shtynte edhe pak kohë zgjedhjet në Tiranë. Të e komentoj si një vendim të gjykatësve që në këtë rast zbaton ligjin. Por këtë e komentoj gjithashtu si një dhuratë që Edi Rama i bëri pa dashje kundërshtarit tij kryesor brenda në parti, Erjon Velis. Sigurisht debati është politik dhe ligjor. Ta nisim nga ai ligjor, Ali Beaj. Si e pat vendimin e gjykatës? Pa i ligjor ka marrë fund. Me vendimin e gjykatës, bëri qartë. Të paktën nga njoftimi u tha që ka 2 arsye thelbësore. 1, është shkelur procesi rregullt ligjor, nuk u thirr, nuk u dha drejta e mbrojtjes e të tjera. Dhe arsyeja tjetër, me sa duket që ai neni famshëm, bëj famshëm tani. Po, e mësum zgjedhje. 62.c, me fjalë tjera, 115. Nëse ti mungon
jo me dashje, jo si zgjedhja jote. Mungesë me arsye, pra. Kur ke mungesë me arsye në këtë rast. Nuk penalizohesh, pra. Me fjalë të thjeshta, kjo është thënë. Me thënë drejtën, unë kam pasur që në fillim këtë lloj opinioni, pa ditur se çfarë rendimi do jepte gjykata, po për një arsye tjetër nëse më lejon ta them. Dhe arsyeja do duhet gjetur tek motivi, pra duke bërë një analizë se si ndodhi, se gjërat ndodhen shpejt, ndodhen me ngut, Nxitim, ndodhen me nxitim, pra duke që nuk ishte arsyeja ajo që e shtyu Ramën në këtë ndërmarrje, në parantezë, kjo është një vepër e dështuar, si shumë vepra të tjera, të Edi Ramës. I referohesh Harroj gjykatës, këshilltarët i bashkiak, referohet procesit shkarkimit. harroj këshilltarët bashkiak, harroj edhe presidentin po të duash ti, keqardhje për faktin që e rrëmbeu pushteti me vete dhe uli edhe dinjitetin e vet. Çfarë të bënte presidenti? Presidenti akte ka në fund, Jo, vjen ajo në tavolinë. kishte, ti thoshte stop. Ka shkuar në gjykatë kushtetuese. Ta presim. Kushtetuta thotë që pezullohet me paraqitjen e ankimit, ta dëgjojmë dhe pastaj krijohet vakanca, pastaj lindet drejta për caktuar datën. Pra, të mos humbasim fillin e diskutimit, ajo se çfarë ka ndodhur sot siç unë e shoh, në fakt ishte një betejë, nëse do ta quajmë betejë, po më duket që i ka marrë dhe format e betejës. Po. Brenda Partisë Socialiste, midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt. Kështu e shoh. Dhe çfarë ndodhi sipas opinionit tim, mbas 11 majit, Edi Rama kalëroi jo pak, po një shumicë te çfarë do lloj limiti të arsyeshëm që ka njohur demokracia e gjymtuar shqiptare, hiq 92-shin, nuk ka pasur nga këto, madje as 97-ën, nuk ka pasur nga këto mbi ngarkesat e pushtetit, të cilat çojnë këdo deri dhe në papërgjegjshmëri. Ajo që ka ndodhur, ka qenë papërgjegjshmëri. Jo për faktin se u shkarkua Erion Veliaj për këtë arsye, sepse po hap një parantezë tjetër, Erion Veliaj është i shkarkueshëm sot për 101 arsye të tjera. Qoftë për mënyrën e menaxhimit të fondeve, po duashti për lejet e ndërtimit, po duashti për incineratorët, 5 dhënë po do duashti, pra të gjitha këto janë arsye të shëndosha që Këshilli Ministrave, ama Këshilli Ministrave, jo me duart naive të brishta të Këshillit Bashkiak, pas të cilave deshte të fshihej Edi Rama, që të mund të shkarkoj. Me faj, me prova, me fakte. Po çfarë ndodhi? Edi Rama zgjodhi një gjë. Zgjodhi pra që Erion Veliaj ta shkarkonte në krye të 7 muajve, logjikata donte që me 3 muajt e para, nëse do ndiqnim logjikën e Ramës, që i binte diku nga 11 majt. Okej, po ishin zgjedhje, ndoshta. Këtu lind problemi. Mirë. Këtu lind problemi. Politikisht ti thuj mbas 7 muajsh jo, po të paktën mbas 4. As për atë arsye. Mbas zgjedhjeve të paktën. Po dhe mbas zgjedhjeve, po as jo për atë arsye. Pra, ajo se çfarë ka ndodhur është që Edi Rama, sikur ndonjëherë për kaq kohë sa e kam njohur në qeverisje, ka dalë gjithmonë probleme përpara. E bëj unë, e bëj tani, e bëj siç dua unë. I vetmi rast ishte ky ku u fsheh. Që tregon në fakt, se kështu do ta analizoj, unë të paktën, tregon edhe dobësinë aktuale të Edi Ramës. Edi Rama është i dobët, pavarësisht numrave. 86, i ka të pamerituara, këto është i deformim të madh të përfaqësimit. Nuk i ka 86 mbështetje publike. E për këtë arsye, ajo se çfarë ndodhi ishte thjesht dhe vetëm një komplot në Partinë Socialiste, komplot pallati. E bëri shpejt, e bëri pa i dhënë të drejtën për të dëgjuar, me një arsye, në fakt, dhe ai kishte dyshimet e veta, nëse mban mend në 11 shtator, në Asamblenë e Partisë Socialiste, e kumtoi aty, tha që edhe vetë ligji ka ca probleme, është i paqartë, nëse e kujtoni. E në fakt e ndërmori aktin e shkarkimit. Pra, se ka një të humbur të madh sot nga e gjithë kjo sag, është Edi Rama, që tregon jep disa konkluzione të forta. Të tipit, ju thash, që pushteti i Edi Ramës është pushtet i dobët. Është pushtet i cili është i rrëzueshëm.
është pushtet I cili tashmë po I drejtohet intrigës dhe konspiracionit të pallatit se sa mbajtjes së qëndrimeve reale. Dhe nga ana tjetër, sigurisht do të them një gjë tjetër, Erion Velia nuk ka fituar në gjë të madhe. Raportin e vet me drejtësinë penale aty e ka, në burg ishte në burg është. Edhe kjo është një histori që me sa shoh unë nuk do të mbyllet as lehtë dhe as shpejt. Nëse, po kjo kam përshtypjen që ky lloj vendimi I jep drejtën Erionit të kërkojë, të paktën ta kërkojë, nuk e di sa e merr, ta kërkojë ndryshimin e masës së sigurisë. Se momentin që gjykata kushtetuese e lë atë natyrë, qoftë përkohësisht. Ajo. Po flas tani modestisht si jurist. Po. As nuk e influencon as më në të voglën arsye gjendjen juridike që ka në raportin ndryshimi humoreve këtu ndryshojnë gjithë. Siç u kthen gjithë kurrë Erionit kur ai iku në nënshkurt, tash mund ndryshojnë gjëra më pas se ky vend shu është Angelet. Tani ky vend edhe mund të jetë kështu, por ama kushdo njeri arsyeshëm nuk do duhet të fryjë këtij zëri që ky vend është I tillë është qesharak. Të paktën në disa element bazik të shtetformimit. Drejtësia, raporti me moralin politik, zbatimi I atyre pak rregullave të kalcifikuara gjatë kësaj kohe në raportet midis pushtetit qendror, pushtetit vendor, e me radhë, apo dhe këto standardet, që dëgjohet tjetri, jepet, dikur thuaj që para se të vjen litarin, të jepte një krër. Thuaj fjalët e fundit. Thuaj fjalët e fundit, minimalisht. Pra, rikthimi edhe një herë. Më tepër që në momentin që gjykata kushtetuese e la Erionin me drejtë që ai të fliste, sigurisht u kuptua që ajo që ndodhi në Këshillin Bashkiak ishte e padrejtë. Ka bërë minimum, gjykata kushtetuese ka bërë minimumin e gjës, një gjë që ishte rutinë, që në raste të tjera të mpashme ka qenë as ka bërë lajm fakti që një palë, se është palë, të mund të dëgjohet fizikisht për atë se çfarë atij I atribuohet. Kështu e shoh. Qëndrojmë atëherë te debati politik, Skënder. Sokol, unë jam shumë I lumtur sa herë që kushtetuesi I thotë jo qeverive. Them si ky është një vendim jashtëzakonisht I shëndetshëm, që mbi fuqinë e qeverisë dhe të kryeministrit ta godas me një shkop korrektimi dhe t'i thotë je I fuqishëm, po futu në procedurë. Sepse ke dal nga procedura. Do e marrë aty ku e latë diskutimin, Veliaj nuk u dëgjua në qendrën e tij të punës. Në këtë qytet nuk ka një territor parimisht që do duhet ishte më miqësor dhe empatik se sa vendi ku ai ka punuar dhe njerëzit me të cilët ai ka punuar, dhe megjithatë ata nuk e thirrën. Shkelën ligjin, presioni dihet që vinte nga qeveria, presioni ishte shumë I madh, që ai të mos ishte më kryetar bashkie, megjithëse ky kryeministër në shkurt tha disa fjalë shumë të rënda për arrestimin e tij, megjithëse kjo drejtësi për mendimin tim dhe këtë s'ma ndryshon fare përveç se ma forcon vendimin sotëm I kushtetueses. Kjo drejtësi është sjell totalisht për te rreshtave me të burgosurin, të para burgosurin Erion Velia, e ka trajtu si një terrorist islamiko-kolumbiano qeqen. Pra ti shëndron asaj krahasimi që bëri Veliaj për rrëmbimin e bashkakut me Delinin. Rrëmbimi nuk vë asnjë lloj paralelizmi me Delinin as me atë që përfaqëson me Delinin, po them thjesht trajtimi I tij nga shkurti deri tani, pa akuzë, kryeministri e ka vënë duke disa herë në ato fillime dhe pastaj e harroi gjatë rrugës, dhe atij personi që ju kujtoj edhe një herë është I prezumuar I pafajshëm, atij nuk ju dha absolutisht asnjë pikë dinjiteti që do të duhet I jepej çdo qytetari dhe jo vetëm atij që është qytetari numër 1 I qytetit. Pra, vendimi I sotëm, unë mendoj se vetëm I bën mirë klimës që është krijuar, nuk jam dakord miqësisht me Ali Bejan që kjo është një luftë brenda PS-s, sepse faktikisht është një luftë e PS-s me drejtësinë, po ta shohim në mënyrën si rodhi. Pra, brenda PS-s është reformën drejtësi PS-ja nisi. Ju kujtoj që sot Erion Velia edhe po e shikojmë si e bitisi. Dhe rikthehem asaj që thash fillim, kur ai nuk ka me vete bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë bashkisë, imagjinoni se sa mund të ketë një klan të vetin ose një grup njerëzish në PS.
nuk kam absolutisht asnjëri. Është totalisht i vetëm dhe ne e shohim këtë. Nuk kishte asnjë reflektim, asnjë piptitje, asnjë reagim çfarëdo nga radhët e Partisë Socialiste për mënyrën se si po shkonte paraburgimi i tij dhe më vonë për mënyrën se si kam pas Elizës për pa intervistë ku ajo u shpreh totalisht natyrisht kundër mënyrës si është trajtuar Erion Veliaj. Kur i pyesje, patjetër, kur i pyesje dhe i vendos para pyetjes, por këto janë figura publike që flasin edhe pa i pyetur zakonisht. Në këtë rast nuk folën pa i pyetur, thjesht kanë thënë ndonjë gjë në mënyrë periferike kur janë pyetur. Pra ti thua s'ka betejë brenda PS-s. Unë them që nuk ka betejë brenda PS-s dhe unë e dyta miqësisht, dhe këtë e kam me ty që natyrisht me atë titull aty që këtu nuk ka zgjedhje. Pse? Sepse do të duhet kalosh tek neni 115. Okej, tani kjo është pyetje. Tash titulli referohet vendimit të gjykatës kushtetuese. Vendimi e fut procesin e shkarkimit në logjikën e nenit 115, i cili nuk lë hapësirë, se thot shkelje e rënd kushtetuese. Mungesa në punë.